Ju keni një incident fizik me Dashan Sulën, deputetin tjetër të Partisë Demokratike, i cili në këto momente pothuajse ka dalë në politika në korridoret e kryesisë së kuvendit. Në fakt, unë se imagjinoja dot atë lloj incidenti dhe atë ditë kemi komunikuar bashkë, por sot që ai s'është as kandidat i asnjë force politike, çfarë do t'i thoshit Dashan Sulës nëse do ta kishit përballë? Shiko, unë po të mos ishte incident, do të krenohesha se jam deputeti dhe kjo është me dëshmi publike që mund të kem bërë shumë debate apo fjalë politike, por kur nuk më mend një fjalë imja depersonalizuese, ofenduese apo qoftë dhe e rënd kritika dhe përballë kundërshtarëve të mi. Unë kam përbërë opozit me argumenta, me arsye, kur nuk mani mend asnjë lloj termi, zhargoni, fyes apo depersonalizues këshier skuj. Dhe fundi gjë që mund të prisja është që të më vinte një situatë të tillë e provokuar nga një koleg brenda llojit. Në atë kohë publiku në mend përplasja ishte se Dashi ndjej shumë besnik i zotit Berisha, mua më akuzonte për besnik të zotit Basha. Për revizionist, se po na Jo, besnik të zotit Basha. Po jo, më Basha s'ishte fare në atë kohë. Drejtonte Alibej partin, por ky është debati, domethënë që por do t'i them të qelloj, më vjen keq. Të qelloj. Tentoj të bënte një lëvizje totalisht pa denjë. Me tentoj ai qelloj, çfarë tentoj tani pse s'but kaq tani. Ai qelloj. Letja e kisha harruar letja lëndë të shkuarës. Për çfarë duhet të them që po në YouTube është nga videot më të shikuara, e di këtë? E ke parë ndonjëherë këtë? E kam parë. E ke parë apo si t'ia lësh të shkuar? Nuk ka më televizion si vitet 70. Ishte incident i shëmtuar, ta them edhe me troç. Por motivet... Po çfarë do t'i thoshe tani ta kishe përballë tani, Dash Sulën? Karma është grosh më poshtë. Do të ti thej që në një farë mënyrë u mor hak. Karma kthehet. Kthehet. Ishte e padrejtë ajo çfarë bëri Dashi kundra meje në atë kohë. Ishte e padrejtë dhe ekuilibri i universit kur bën padrejtësi ta kthen padrejtësi. Jemi në fund të bisedës, unë do doja një përgjigje tjetër, se pastaj do kalojmë në një mesazh që ju si kandidat do të bëni zgjedhjet tuaj, por nëse nuk do zgjidhesh deputet, ç'do do bësh? Patjetër do vazhdoj të jemi angazhuar. Unë do zgjidhem deputet një. Do zgjidhesh? Po. Po, absolutisht. Me llogaritë e vitit 2021, 3 deputet jeni nga lista. Sot jemi në 2025. Unë do zgjidhem deputet. Po. Por nuk është përcaktuese e destime deputet apo jo, në aktivitet politik kam 34 vite tani më, nga këto vetëm 4 kam qenë deputet, kështu që kjo nuk do të përcaktoj fare një mandat keni. Angazhimin, po unë kam një mandat, fare angazhimin tim politik, përkundër do të vazhdoj, tu ka shumë gjëra për të marrë në politikë, jam njëri angazhuar, do vazhdoj të jemi angazhuar, dhe patjetër do flas dhe do trazoj ujërat e ndenjura kudo që do t'i rastis në jetë. Nëse Partia Demokratike nuk fiton zgjedhjet e 11 majit, ç'do ndodhë për të? Duhet të iki zoti Berisha? Do të jetë në një pozitë shumë të vështirë. Suksesi i Partisë Demokratike sot ka vetëm një target. Po? Unë refuzoja të diskutoj për numër mandatesh, ka vetëm një target, rrëzimi i Edi Ramës. Çdo gjë poshtë asaj është dështim. Jo, okay, dhe në rast se ndëshkohet patjetër, çdo njeri duhet të marrë përgjegjësitë e veta. Do të zoti Berisha jeni duke thënë që duhet të marrë përgjegjësi, duhet të largohet? Patjetër, Berisha dhe gjithë tjerët. Duhet të largohet? Patjetër. Në rast se nuk do të rrëzojmë Edi Ramën, patjetër gjithë do të marrë përgjegjësitë. E kuptova. Dhe përgjegjësitë janë më të mëdha kur jemi në maj. Tani, për çdo kandidat, mesazhi juaj, pastaj edhe mund ta katosh këtë dhe e përdor. Po e ke bërë këtu e ke bërë të dekalog në Dritare TV. Në çfarë ju drejtohesh? Ti nuk e mban mend për nxjerrje 2021-shit kanë bërë njëjtën gjë në emisionin tënd dhe ka qenë një ndër spotet më suksesshme dhe më ka sjellë shumë fat. Kështu të falenderoj që ma dhe fatin dhe mundësinë për të dytë. Përsëri mund ta bësh këtë gjë në Dritare TV në dekalog. Të falenderoj megjithëse nuk e di ta aktroj shumë mirë, po ju drejtojmë gjithë atyre që më njohin nga një jetë dhe deri më sot me 2 fjalë zemre. Unë jam Kreshnik Çollaku, kandidoj në Tiranë, jam lindur rritur në këtë vend. Jam angazhuar në Tiranë që nga 8 dhjetori 90-s, në jetë akademike, diplomaci, jetë politike, nuk e përjashtoj veten nga gabimet apo defektet hera herës, por kush më një gjë garanton, që unë çdo gjë që e bëj dhe kërkoj në mënyrë të vërtetë. Kështu që kërkoj sot votën çdo njeriu që te unë gjen model të politikës, një politike të arsyes, një politike të argumentit, të respektit, të moscënimit të personalitetit dhe të dinjitetit tjetrit, një betejë idesh, jo një betejë midis njerëzish. Kush mendon që politika jon ka nevojë për këto modele, të pastra, imune nga çdo cënim korruptiv apo degradues i personalitetit dhe i figurës së çdo politikani, tek Kreshnik Çollaku e ka një përgjigje dhe ka një adresë për të votuar.
kërkoj votën e çdo demokrati në Tiranë, çdo opozitari në Tiranë, kërkoj votën e miqve të mi, universitarë dhe studentëve të mi, diplomatëve, dhe mbi të gjitha kërkoj votën e Ati Brezi, i cili mban shumë peshë dhe përsakton, të themi, thelbin e qytetarisë në këtë qytet, Tiranën, asaj shtreset mesme, që nuk voton për fanela partish, për voton për arsye, për logjik, që vlerëson apo ndëshkon me votë, që në zhargon e shpeshherë të çunat e bulevardit viteve 90. Pikërisht atë vot kërkoj dhe jam i bindur që kushdo më dëgjon do të mbesoj se kjo është një kërkesë e sinqertë, e vërtetë, dhe ky sinqeritet dhe kjo vërtetësi do të më kthehet mbrapa duke më dhënë besimin dhe mbështetjen patjetër që angazhimi im politik dhe fjala ime dhe sjelljet e mia të vazhdojnë të jenë aktive edhe në Parlamentin e Shqipërisë, por edhe në jetën politike dhe publike të Tiranës. Ju falenderoj dhe mirënjohje të gjithëve. Zoti Çollaku, të falenderoj për bisedën, të uroj suksese në 11 maj. Faleminderit. Dhe mbarësi. Faleminderit edhe ty për këtë intervistë, shumë atipike, por shumë të këndshme. Ky ishte emisioni dhe intervista me zotin Krishnik Çollaku, kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës, po mos u largoni, pas pak do kemi një intervistë me zotin Blendi Gonxhe, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Rrini me dritarët e vë këtu me... Mund ta pyesësh nëse nuk do të ishte ministri do më votonte mua, po. Po patjetër do ta pyes, kjo është gjë më normale. Mirupafshim.